ka pasur një bum regjistrimesh kur ishte problemi i Shpiragut, por me kalimin e kohës, domethënë pjesa e zgjedhjes nga nxënësit në preferenca nuk është aq shumë e kërkuar siç janë degët e tjera, por megjithatë duhet të bëjmë me dije që drejtimi i naftës është me VKM, është me bursë nga shteti dhe gjithashtu, duke qenë se është përsëri një degë strategjike dhe në shkollë të larta, nxënësit që mbarojnë naftë, vazhdojnë inxhinierin për naftë me bursë nga shteti. Dhe nga procesi i gjurmimit që bëhet nga shkolla jonë çdo vit, pikërisht është vënë re që këtë vit në mënyrë të veçantë kemi pasur goxha punësime të nxënësve që kanë mbaruar drejtimin naftë në kompani të ndryshme, qoftë Alpetrol, Bankers apo kompani të tjera, të cilët janë në qarkun e Fierit. Kemi pasur çdo vit nga një klasë me nxënës të cilët vinë nga zona të ndryshme, sigurisht kanë zgjedhur me dëshirë këtë drejtim, sepse nevoja për teknik të mesëm, por edhe për inxhinier të naftës është shumë e madhe këtu në vendin tonë. Kryesisht nxënësit janë nga zonat naftmbajtëse, Patos Marinza, kemi sigurisht edhe nga Mallakastra, edhe këtu nga Fieri. Nxënës që me dëshirë kanë zgjedhur këtë drejtim me qëllim punësimin e tyre të sigurt në të ardhmen. Ne kemi zgjedhur këtë degë sepse ka më shumë mundësi punësimi për të punësuar dhe na pëlqen si degë. Po ju pse vendos? Sepse është një degë shumë e mirë, mua më pëlqeu shumë dhe ka mundësi punësimi këtu në vendin tonë. Ka ndonjë nxitje që mund të keni një nga prindërit që ka punuar në naftë, që ka lidhje? Jo, nuk ka asnjë. Atëherë ju do ngeleni në studime thjesht në shkollën e mesme apo do vazhdoni dhe studimet e larta për degën e naftës? Kam si synim të vazhdoj dhe shkollën e lartë. Po juve? Po, edhe unë dhe shkollën e lartë.